në implementimin e strategjisë së sundimit të ligjit? Tash, vedem, nëse për reformat caktume, ndoshta më e lehtë është ndonjëherë me miratoni ligj. E ke shumicën e që ndorën miratohet ligji. Mirë po nëse nuk e shoqëron me përkroje buxhetore, pak problematike tani edhe me i kërku llogari institucionit pse nuk po e zbaton. Nëse e miraton një ligj caktuar të mirë, krijon kushtet për zbatimin e tij, i ndon mjetet buxhetore, më pastaj veç institucionin e mon përgjegjës për zbatimin dhe mos zbatimin e atij obligimi. Por e kisha kallëzuar shifra sa ka qenë shprehun kjo çështje. Nëse morëm planin e ri të veprimit, nga 325 aktivitete, 253 për tyre nuk kanë buxhetim specifik. 253 aktivitete. Pro, so për vjen ma shumë se 2/3 të aktiviteteve, nuk kanë buxhet specifik. Nëse e cakton një aktivitet, nëse e liston një aktivitet, e planifikon një aktivitet, normalisht se do të me i planifiku edhe fondet për zbatimin e tij. Nëse nuk jep edhe buxhet, më pastaj ajo mbetet fond ton dëshirash. Ne sot mund të bëjmë një planifikim ku me ditë se çka kena me bëu këto, kena me bëu ato, po nëse nuk ka buxhet të caktuar, ajo është e predestinuar për të dështuar në zbatim. Dhe kjo ka qenë, do të thotë, vetëm nëse morën planin e ri të veprimit, ka qenë në mos e shprehun. Aspekti i dytë, çështja e krizave politike, definitivisht se ka ndikuar dhe për të keq disi është koordinuar shumë mirë, për shkak se me njëherë një vit nuk kemi posur fare plan të veprimit që përmenda dhe më herët, vitin tjetër kishim krizë politike që po vazhdon kriza politike ende, dhe kjo do thotë reflektohet më së shumti tek aspektet e miratimit të ligjeve të ndryshme, të cilat duhet që të reflektohen. Për shembull, nëse shohim tash procesin e deklaratës së përbashkët të zotimeve, ende do thotë këto ligje, të cilat janë shumë të rëndësishme për sistemin e drejtësisë, ende nuk kanë arritur asnjëherë që të miratohen, do thotë, madje as në qeveri nuk kanë arritur që të shkojnë. Dhe të njëjtat janë të rëndësishme në përditshmërinë e punës së gjykatave. Për shkak se qysh prej ditës kur të miratohen këto ligje, nuk mundim me thonë që problemi është zgjidhur. Po, në kuptim të aktiviteteve për Ministrinë e Drejtësisë, aktiviteti është i përmbushur, por ai ende nuk ka rritë tek jeta e qytetarit. Më pastaj, duhet që të buxhetohet, duhet që të zbatohet nga ana e sistemit gjyqësor, duhet që të jap efektet e vetë dhe më pastaj të reflektohet në jetën praktike të qytetarit. Dhe gjitha këto situata, do thotë, edhe kriza politike e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Një çështje që nuk më bëni pyetje, po përgjigjem, është bëj vetës. Në aspektin politik është një problematik shumë e theksuar që disi edhe partitë politike, në përgjithësi gjitha partitë politike, nuk e kanë idenë e strategjisë për sundimin e ligjit. Ne do thotë në dhjetor vitit kaluar e kishim një raport që analizonin programet e partive politike në kuptim të sundimit ligjit dhe të qeverisjes së mirë, dhe asnjëra prej tyre nuk tregonte se si do të çosin strategjisë për sundimin e ligjit, veçanërisht në kohën kur kësaj strategjie po i ska dorë mandati. Ne nga partitë politike nuk e kemi një qëndrim të presë se çfarë do të ndodhë me trajtimin e kësaj strategjie. Ne do të thotë e kemi parasysh që ndoshta strategjia për sundimin e ligjit në vetvete nuk është diçka shumë popullore për të përmendur, mirë po shumë e rëndësishme, për shkak se është baza e reformimit të sistemit të sundimit të ligjit në Kosovë, dhe i shohim, do të thotë, për shembull, edhe premtimet që i japin nuk korrespondojnë me këtë strategji, nuk korrespondojnë me kritika eventuale në raport me këtë strategji, me thonë që kjo strategji nuk është e mirë, ne do ta bëjmë një strategji tjetër më të mirë etj, mirë po që thjesht injorohet që flet edhe me një mungesë të vedisimit të spektrit politik në raport me sundimin e ligjit përballë kësaj strategjie. Zoti Ademi, sa këtë pyetje që ja bëra dhe gëzimit, sa krizat politike, të cilat në Kosovë nuk është që i kemi shpesh, apo? Fakti kemi as shpesh asa që ma shpesh po organizojmë zgjedhje se çka të tjetër, ndikojnë edhe afektojnë punën e reformave në sistemin gjyqësor të Kosovës. Dhe e përmendi edhe zoti Krasniqi më herët që mungesa e zbatimit të obligimeve që i merr vetë qeveria e krijon një farë grumbullit madh të lëndëve që kushtojnë shumë dhe ato ndikojnë drejt për drejt në qasjen e qytetarëve në drejtësi, sepse drejtësia për ta vonohet kur ju vinë brenda 3-4 muajve në 50-100 milion. Po vetëm
Po e thëmë kështu në mënyrë shumë konkrete, përderisa dakordohesh që të kesh një strategji në mënyrë të koordinuar ku detyrohen institucionet për ta zbatuar dhe kanë rol kryesor aspektet edhe i miratimit të ligjeve të veçanta, por edhe ndarjet e fondeve për zbatimin e atyre ligjeve, krizat politike në mënyrë të drejt për drejt e tangojnë edhe implementimin e mëtejshëm të strategjisë, me efekt të drejt për drejt në sistem gjyqësor, me efekt të drejt për drejt tek qytetari, ku i vonon proceset dhe i pamundson si qasin e drejtësi, apo e stërzgjat procesin e marrjes së drejtësisë në rastin konkret. Kjo është një. E dyta, unë çuditëm se këto konceptet e diskutimeve publike brenda nivelit të ekzekutivit, cila do parti qoftë se nuk ka rëndësi ajo, si nuk mendohet asnjëherë që të bëhet një zgjidhje alternative, por ekskluzivisht të synohet që të sjellin land për të zgjidhur në proceset gjyqësore. Pse nuk dakordohen me sindikatat të ndryshme, me organizatat të ndryshme, që të ulen të diskutojnë dhe në pamundësi buxhetore të dakordohen për të zgjidhur çështjet e atyre punëmarrësve që u ka njofur të drejtat me kontratat kolektive për periudha të caktuara. Pse të ngarkohet sistemi gjyqësor me 120.000 land për një periudhë 6 mujore, 1 vjeçare, ku afekton të gjitha lëndët tjera pastaj edhe stërgjohet procesin e dhënies së drejtësisë për qytetarin. Prandaj mendoj që shpesh herë përveç se krijohen kriza, në anën tjetër, asnjëherë nuk ofrohen alternativa të prekshme për qytetarin për të dhënë një drejtësi më prioritare brenda proceseve administrative, jo domosdoshmërisht në proceset gjyqësore. Në anën tjetër, shpesh herë ndryshimi i ligjeve të veçanta cënon të drejtat pa u dakorduar me sferën e caktuar të punëmarrësve, por cënon të drejtat që detyrimisht ngarkon sistemin gjyqësor prap me lanë të tjera, sikurse që ishte e drejta në përvojën e punës, që krijoi me efekt gjykata kushtetuese me vendimin e saj, ku njofi të gjithë të drejtën dhe tash normalisht që sistemi gjyqësor do pranoj afërsisht sipas parashikimeve rreth 80.000 land. Në anën tjetër, disa veç kanë arritur në gjykatë. Pra, disa prej tyre landë veç kanë arritur në gjykatë dhe kjo po e them që afekton në mënyrë të drejtë për drejtë. Por çështja që unë mendoj se e ka thënë një herë publikisht ish kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, por unë prap mendoj që duhet ta ritheksoj. Më e mira kishte qenë që spektri politik fare të mos merret me çështjet e planifikimeve në sistem të drejtësisë, pa diskutuar dhe pa i njohur problemet e brendshme për t'i paraqitur para qytetarëve në proceset të tyre të garave që i zhvillojnë. Është mirë që t'i njohin problemet e brendshme dhe pastaj të ndërtojnë politika të mirëfillta që në të ardhmen kushdo që vjen në pozicionin ekzekutiv t'i zbatojë ato për të dhënë drejtësi për qytetarët. Unë po jap vetëm një statistikë që e theksoj